Në qoftë se kemi parasysh faktin se Edi Rama urohej në darkë pa u numërua asnjë vot për fitoren, është kjo? Dhe në qoftë se kemi parasysh faktin se unë ju kam premtuar shqiptarëve se do mbroj votën, mendoj se ndryshimi është si nata me ditën. Është si nata me ditën. Në qoftë se opozita do kishte përmbush misionin e saj në mbrojtje të votës, i siguroj shqiptarë se sot Edi Rama s'do ishte kur në pushtet. Kur në pushtet. Ndaj dhe duhet t'i lexojmë, duhet t'i interpretojmë këto zhvillime si përpjekja më e fuqishme në historinë e Shqipërisë, të botës lirë demokratike, të institucionet të saj për mbrojtje e votës lirë në Shqipëri. Kjo është. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ky është një proces pakthim. Dhe unë ja u them këtë me bindje absolute shqiptarëve, edhe ata duhet ta besojnë. Në qoftë se opozita do kishte mbrojtur votën e lirë të shqiptarëve, Edi Rama sot s'do ishte kur në pushtet. Jo, nuk mund t'ishte. Kam bante Europëzët mbar botës për zgjedhjet e shqiptarëve po bie. Asgjë se shpëton Edi Ramën nga ndëshkimi për çdo akt që nërmerr ndaj këtyre zgjedhjeve. Ama ne kemi qëndruar. Ne kemi qëndruar. Këtë e bëmë ne. Kjo është një njojë pa kufishme ndaj atyre që organizuan, por është një përpjekje e madhe opozitës e cila doli nga izolimi më i thellë. Unë gjitë në zenit, në mbështetjet të tillë që se ka patur kur në ekzistencën e saj. Berisha, edhe pyetja ime lidhet me nisjen e fushatës ditën e nesërmet. Edhe pyetja ime lidhet me nisjen e fushatës ditën e nesërme, cila do të jetë surpriza e Partisë